pjesën e parë, shoqja Bukurie insistoi me vendosmëri që shoku Ilyas të bëjë autokritikën pas gjithë atyre gabimeve njëra pas tjetrës që ai kishte bërë. Por shoku Ilyas vazhdoi të bëjë rezistencë ndaj linjës së partisë. Edhe shokët e kolektivit, si shoku Petrika dhe shoku Elmaz, vonë duke gabimet e rënda të shokut Ilyas. Do të duhej ndërhyrja e shokut Futaq për t'i dhënë drejtim mbledhjes. A do ta bëj kthesën e shumë pritur shoku Ilyas? Shok se... Urgent! Qohem këtu përpara jush, shok të kolektivit, për të bërë një autokritik. Ju kërkoj ndjes juve dhe pendohem për sytë e mi kaf, që në fakt partia i kërkon të kuq. Ju kërkoj ndjes juve dhe pendohem për faqet e mia të kuqe, që në fakt partia i kërkon të verdha dhe të zbehta. Unë ju kërkoj ndjes juve për këmishën time të bardhë dhe për çorapet e mia të bardha, të cilat në fakt duhet të jenë të zeza, të nxira, me erdhjes, me qetë. Ju kërkoj ndjes, jam penduar, rri këtu përpara jush dhe kërkoj të marr dënimin e merituar nga kolektivi edhe nga partia. Mos kujtoni shoku Ilyas se me këto lotë do ta mallënqeni partinë. Nuk keni shpëtuar, jo, nuk keni shpëtuar. Tani, me lejen tuaj, ja jap fjalën shokut Futaq. Ju falenderoj shumë, shoqja Bukurie. Dëgjoj ti shok. Mos mendo ti more lapangjos. Se mos merr frym kur flason. Mos të dëgjoj asnjë fjalë. Mos mendo ti që unë vi nga Tirana kot në kot. Vi, sepse këto fjalë kanë marrë dhënë deri në Tiranë. Vi këtu, sepse këtu, në gjirin e partisë tonë këtu në fshat, na pas kërkësh ca njerëz, do të thonë ti, që do të ngresh hundën, ose më saktë dorën, ose zërin, ose si thot shoku Enver këtu, do t'i bëj dëng nga partisë. Shikojni, more shok, shikojni. Ky, në vend që ta pranoj fajin, nuk po e pranon fajin, dhe kjo është skandaloze. Skandaloze, shoqja Bukurie. Ç'është ky, moj? Ç'është ky? Unë them që këti t'i jepet dënimi i merituar. Nuk mund të lejojmë ne njerëz që na thënjen për qefin e vet, dhe njerëz që na paskan sy kaf dhe na tregojnë se ç'është mamaja atyre, të tregojnë shok. Shok, unë propozoj të bëjmë 5 minuta pushim, ndërkohë edhe shokët e pinë nga një cingaro duhan. Kthehemi pas 5 minutash. Shoku Futaq. Sa ju shkon cigare, shoku Futaq? E mban mend shoku Futaq? Ne me rritur bashk. Ha? Ne i kemi ndruar ndresat bashkë me njëri tjetrin. Po ti e djali xhaxhaj tim, e mban mend. Pse nuk kemi kthyer polizin kështu, shoku Futaq? Ta kemi kthyer më shok. Se ti i pari i ktheve kurrizin partisë. Ta pa ta thënë që kur ishim të vegjël, e mban mend kur lutëm me topa bollet? E mban. Të kam thënë që të mos pish cigare. Të kam thënë që të mos thinjesh ka shpejt. 54 vjeç je ti, turp të të vi. 67 vjeç urdhon, i zi. Do marrësh dënimin e merituar. Familja jote do shkoj atje në Shigjetas, sepse ti nuk i dhe gishtin kokës si të tjerët atje. Dhe ti marrësh dënimin që përcakton partia. Pik! Po pse kështu më shoku Futaq? Po ju do të keni pak mëshirë për mua, ju dhe nëna parti. Po unë jam jetim. Jam bir jetimash. Nënën e kam jetime. Babajn jetim, jemi rritur pa bukur. Por fotografinë e shokut Enveri kemi mbajtur në zemër, në shpirt. Shoku Futaq.
Ne I banim partizanët me bukë, ashtu si që ka thënë nëna parti I shoku Fotaq. Reaksionar. Shokë edhe shoqe. Unë mendoj se kësaj radhe le të bëjmë një sy shurdhë dhe një vesh qorë për shokun Ilyas. Për shokun Ilyas, I cili ka kaluar një fëmijëri të vështirë, një jetë të vështirë, është rritur jetim, edhe pse me 2 prindër, por është rritur jetim. Edhe prindrit e tij janë rritur jetim. Mendoj se shoku Ilyasi nuk është djalë I keq. Por, do doja që shoku Ilyas ta thoshte vetë që e ka kuptuar gabimin, t'ju kërkoj të falur dhe ju ta falni. Partia e ka falur. Ju faleminderit. Shok, edhe ju ashtu si dhe unë e dëgjuam me vëmendje shokun Fotaq. Ai ndryshe foli më parë, ndryshe po flet tani. Ai është I paqëndrueshëm shok. A ti duhet t'i vi turp shok? Shoku Fotaq është I paqëndrueshëm, thot një herë ashtu, një herë kështu, sepse unë e dëgjova me veshët e mi, dhe veshët e mi mua nuk më gënjejnë, sepse për ndryshe unë veshët e mi do t'i kthej në karma. Në spac të qojnë! Po, në spac që ke vëndin! Çfarë kam bërë, more shok? Përse po më dënoni kështu? Çfarë kam bërë? Ma thoni, ju lutem, o shokët e mi. Kush foli? Jam unë, ndërgjegja jote. E pse flet ti kur duhet flasun? Ku ishe ti kur unë për ty pata nevojë? E kundërta. Ti I ke larg në ato dimri të jetësime. Po ne gëzimet I ndanim bashk. Përse më ike? Përse më braktis? Futë mrena që flesh! Reaksionar! Po qa I thash mi motrani?